baron të drogës, me eurot që fusin, edhe remitensat, i po thuj përgjysmuan si vlerë. Vjedhja e fondeve të buxhetit është ligj themelor i këtij shteti. Është ligj themelor. Në rast se do të respektohej trendi i nërmar në vitet 2005-2013 për rritjen e rrogave dhe pensioneve, ato duhet ishin sot të paktën 3 herë më të mëdha se sa që janë. Duhet ishin 3 herë më të mëdha se sa që janë. Në vendet që kanë ndjekur këtë trend, ato janë 3 dhe 4 herë më të larta se sa që ishin në vitin 2013. Por, kjo rritje në Shqipëri ka ndodhur vetëm me rrogat më të larta. Kurse rrogat më të ulta, në qoftë se proporcionohen me inflacionin, nuk janë as dyfishuar. Jo, shumë e pak se dyfishuar. Pra kjo është një situatë ku sirenat e urisë bie në të 4 anët e vendit. Dhe këta qeveritar kanë një përgjigje. Në Shqipëri nuk vuan kush për bukë. Po ti ndigjosh, kjo është përgjigje e tyre për ata të cilët e ngrysin ditën me $2, apo ata të cilët e ngrysin ditën me më pak se $5. 5 euro, më fani, 5 euro. Në të vërtet, ata janë varfëri thellë, kurse tjerët janë thellësisht të kërcënuar nga varfëria.